Dy dosje penale të regjistruara në prokurorinë e posaçme SPAK kanë vënë në fokus të hetimit linjat e trafikut ndërkombëtar të kokainës, të ngritura nga Dritar Rexhepaj, Altin Hajri, Korado Gështenja dhe persona të tjerë. Një fakt i tillë doli gjatë një seance gjyqësore, ku avokatët e të pandehurve që akuzojnë për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në janar 2020 u përfshin në një debat gjyqësor me dy përfaqësuesit e akuzës, Behar Dibra dhe Elida Kaçkini. Kjo e fundit i vuri në duke avokatëve dhe trupit gjykues se nuk mund t'i vinin në dispozicion të gjitha bisedat e zhvilluara nga kodet e aplikacionit Sky, që janë përdorur nga Dritar Rexhepi, Altin Hajri dhe Korado Gështenja, pasi në këto biseda ka përmbajtje për trafikun e drogës dhe ato po hetohen në dy dosje të tjera nga kolegët e tyre në SPAK. Nuk mund t'ju vëmë në dispozicion të gjitha komunikimet veç atyre bisedave që kemi objekt gjykimi në këtë proces të rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës, pasi në këto 3 kode ka biseda dhe për trafik droge që është një vepër penale që po hetohet, ta prokuroria. Kjo deklaratë e bërë nga prokuroria në sallën e gjyqit rishtazi konfirmon regjistrimin e hetimeve për zbuluar përmes Sky linjat e trafikut të kokainës që ishin ngritur nga Ekuadori në Europë, nga Dritar Rexhepi dhe persona të tjerë në zonën e Durrësit, Shiakut dhe jo vetëm. Mësohet se njëra nga këto dosje mban numrin 93 dhe rezulton të jetë regjistruar në vitin 2023 dhe ndodhet në duart e prokurorëve, të cilët po punojnë me autoritetet e huaja për zbulimin e episodeve të posaçme të trafikut të kokainës, ndërsa dosja e dytë është regjistruar në fillim të vitit 2024 dhe SPAK ka dërguar disa letër porosi në Europol për të rrequr komunikime shtesë të zhvilluara në Sky dhe letër porosi në disa shtete ku është kapur sasia e kokainës që përkon edhe me kohën e zhvillimit të bisedave. Goditja e linjave të kokainës të organizuara dhe financuara nga Dritar Rexhepi mund të sillte në Shqipëri një rast të paprecedent për këtë individ, pasi hetimet për trafik droge ndaj Rexhepit ka zhvilluar vetëm Ekuadori, Italia dhe së fundi Belgjika. Në Shqipëri Rexhepi është ndjekur penalisht dhe dënuar për vrasje dhe falsifikim pasaporte, por asnjëherë nuk ka patur një dosje penale për trafik droge, megjithëse ndërkombëtarisht emri i tij njihet si një figurë e nivelit të lartë të krimit të organizuar dhe trafikut të kokainës. Rexhepi konsiderohet nga italianët dhe drejtësitë e disa shteteve të tjera në Europë si njeriu kryesor që ka organizuar 10 ngarkesa me kokainë të dërguara në disa porte të Europës. Sipas një dosje voluminoze të prokurorisë së Firences, që hetoi grupin e drejtuar nga Dritar Rexhepi, ky i fundit kishte disa emra të koduar me të cilët thirrrej nga anëtarët e tjerë të kartelit Kompania Bello, apo siç njeh ndryshe si Los Blancos. Në sy bien Dhimo, Ali, Jose, Bugatti, por emri i koduar që e thërrisnin më shpesh bashkëpunëtorët e tij ishte Jul Cezar, një etiketim emblematik dhe krahasues me perandorin romak që dominonte të gjithë perandorinë dhe ushtrinë romake. Numri 2 i këtij grupi ishte ekuadoriani Montenegro Castillo Cesar Emilio, që njihej me novkën Don Monti dhe drejtuesi i kartelit ekuadorial Carte del Norte del Valle, ndërsa personi i tretë që dominonte grupin dhe ishte njeriu që priste në Holand ngarkesat me kokainë të dërguara nga Dritar Rexhepi ishte pikërisht vlonjati Jorin Lambro, ose siç thirrej me emrat e koduar Checho dhe Monte Carlo.